që nga titulli libër heroik, erotik. Dy atributet janë të lidhura njëra me tjetrën, sepse njëri tregon lirikën erotike dhe tjetri heroizmin. Në Tetov promovohet libri Libër heroik erotik të autores Marta Markovska. Ky është libri i 15 i autores dhe njëkohësisht vepra e saj më e shitur. Markovska shkruan tekste publike kushtuar përmirësimit të raporteve ndërnjerëzore. Autorja në një prononcim për televizionin Koha dëshiron që vepra e saj, krahas publikimit në gjuhën angleze, të njihet edhe nga lexuesit shqiptar. Идеята да збиде книгата на албански јазик е затоа што Ideja që libri të jetë edhe në Shqip është se dua të më njohin dhe në Shqip, të më njohin lexuesit shqiptar dhe vlerësoj se janë në numër të madh. Ne duhet të njihemi mes veti. Kjo u prolongua. Fatkeqësisht pritëm 6 vite dhe jam shumë e lumtur që u publikua fal përkthyesit Daud Dauti, profesorit Hashim Baftiari, të Zeqeria Ismailit, komunës së Strugës. Shpresoj se do të mirëpritet nga lexues të shumt, për shkak se është libri im më i shitur nga gjithë se 15 librat. Por çfarë është ajo që e bën erotikën interesante? Книгата се вика Херојска цртичка еротска, не затоа што е толку еротска. Libri quhet Libër heroik erotik, jo se është erotik, më shumë është heroik. Foton e keni brenda në libër. Gjithashtu, dhe rrëfimin personal se si u bë ky libër, është publikuar në anglisht dhe në Hong Kong, në shumë shtete, në New York. Libri është me temë elegante të dashurisë, bëhet fjalë për një lirik të njohur dashurie. Bëhet fjalë për një botim të përkthyer nga maqedonishtja në shqip nga Daud Dauti, i cili përfaqëson një urë të rëndësishme letrare dhe kulturore mes dy gjuhëve dhe hapësirave letrare. Titulli libër heroik erotik në një farë mënyrë orienton lexuesin drejt përmbajtjes së librit, sepse tematika erotike ose lirika e dashurisë në një vepër si kjo nuk është gjë e panjohur. Gjithë krijuesit kanë poezi të këtilla ose edhe të zhanreve tjera, por këtu ky heroizmi që përmendet edhe në titull të librit nënkupton një lloj guximi se si Marta përmes aluzioneve të relacioneve mashkull-femër, por në një kontekst më të gjerë. Është një libër me shumë metafora, me figuracion të larmishëm dhe me aluzione të ndryshme që ku i definojnë raportet midis gjinive, ku është aspekti emotiv, ku janë aspekte tjera filozofike të jetës. Përmbledhja poetike Libër heroik dhe erotik i Marta Markovskës është një libër, siç e tha edhe përkthyesi Daud Dauti, një libër i guximshëm, një ligjerim poetik shumë i veçantë, i pangjashëm me këtë autorë të tjerë, edhe pse përkthyesi bëri një paralele me Rita Petro, është i veçantë, është origjinal dhe pasuron kulturën shqiptare me përktimet, gjithashtu edhe ka atë anën tjetër që sjell neologjizma në gjuhën shqipe, veçanërisht për shembull mahartësor, nga harta, dhe kjo mund të ketë disa kuptime, disa valenca kuptimore. Është një libër pa diskutim i veçantë dhe e pasuron kulturën e përkthimin në gjuhën shqipe. Zëri Markovskës është një zër që përplaset me veten, i guximshëm dhe erotik, besnik ndaj tokës së lashtë, mbi të cilën ecën autorja, e mbështjell në një mjegull orfeane dhe duke kaluar me 1 milion milje në orë çdo nocion borgjez të vulgares ose të ngathët, thuhet në recensimin e librit. Këto poezi janë një lloj akupunkture toksore, e konceptuar nga një grua që është ngjitur në të njëjtat kodra dhe brigje lumensh, tra ku ecin menadat dhe priftëreshat e lashta, përfundon recensimi.